Dhe në mbyllje, dua t'ju them, të gjitha nënave që kanë fëmijë nxënës çfarëdo moshe, që në 11 maj vota është një investim i drejt për drejt për ata fëmijë, sepse nëse prindrit u japin fëmijëve të tyre atë pasaport, u kanë dhënë diçka shumë të madhe që kur ne shqiptarët se kemi pasur, kur ne që jemi këtu se kemi pasur, ju kanë dhënë dignitetin europian dhe ju kanë dhënë lirin dhe mundësin që përballë kujtdo, francez, gjerman, italian, grek që atjet, mos t'i ulin syt kur. Dhe askush mos i shofi nga lartë poshtë se janë shqiptarë. Ju keni shumë të njohur miq të afërm familjar në migracion, në Greqi. Ju ra goja, letrat, dokumentat, kur do marrim dokumentat, kur do na njifet pensioni, kur do na bëhet kjo, kur do na bëhet ajo. Kemi bërë përpjekje dhe do vazhdojmë të bëjmë me qeverinë greke, por të gjitha këto i zgjidh ajo. Në momentin kur ti ke ato pasaport, ti nuk ke nevojë fare për asnjë favor nga shteti i Bashkimit Evropian ku je. Greqi, Finland e çatjet. Sepse me atë ti jo vetëm gëzon të gjitha të drejtat që gëzojnë ata që jetojnë atje, po me atë shqiptaren në Greqi ti mund të kandidosh për të bërë kryetar bashkie, mund të kandidosh për të bërë antar këshilli, mund të kandidosh për të bërë deputet në Parlamentin Evropian si shqiptar, e vetmja gjë që s'bën dot dhe të duhet pasaporta greke apo italiane për të bërë deputet. Të gjitha të tjerët i ke njësoj. Pra, shikoni se sa e lartë është steka e 11 majit. Dhe porosin e dini. Mos lini shoqe, mos lini fqinje, mos lini kushurir, kujdes kunatat. Kunatat, sigurohuni mirë që nuk po jo thonë e mirë. Mos lini grua, mos lini vajzë pa bashkuar për këtë qëllim dhe ndërtoni konspiracionin më të madh kundër burrave. Burrave demokrat. Burrat demokrat duhet kenë shansin që të shpëtojnë nga këneta dhe atë shans duhet ja jepni ju përmes grave të tyre. Burrat demokrat duhet kenë shansin që të dalin nga kategoria e atyre që s'mbushin. Dhe në rastin më të keq kur nuk mbushin, i vën burrat në gjumë që mos votojnë fare. Tani prite se çdo thon tani, shiko ç'a thotë Edi Rama, më kishin sulmuar se i thosha ca vajzave të votuesve të para. I thosha, ore shiko, nëse keni ndonjë djalë demokrat që ju buzëqesh, ju shkel syrin etj. Keni rastin ta provoni, e vlen as vlen. A vjen me ju të votoj 5-ën, apo do mbethet me gishtin e tij? Nëse nuk vjen me ju të votoj 5-ën, është koha për ta lënë punën e vet. Edi Rama predikon ndarjen e çifteve të reja për politike, për parti, po patjetër. Nuk diskutohet fare. Vajzat tona nuk mund pranojnë qyryk. Patjetër. Pa diskutim. Por pa i paragjykuar. Duhet punojnë deri ditën e fundit t'i shpëtojnë. Po nëse qyryku thot, unë do shkoj t'hidhem në Kënet, do vej vajzat t'hidhem në Kënet. Po në asnjë mënyrë, vajzat do shkojnë në BE. Çfarë kuptimi ka kjo? Dhe fakti që jeni dakord me mua më mjafton, se thash, mbase kam dhe unë në i gabim. Mua më mjafton. Kështu që krushqia me çdo demokrat bazohet tek je me BE-n apo je me Kënetën.
Nëse je me BE-n, të trashëgojeni. Nëse je me Kënetën, nuk kam vajzë për ty. Shumë faleminderit edhe gëzuar Pashkët. Gëzuar Pashkët. Faleminderit.